Qabeja dhe Bazilika e Shën Pjetrit qëndrojnë krah njëra tjetrës në zyrën e një myslimani. Genti Kruja i ka dhurat. Këtë të fundit nga Papa Francesku gjatë një vizite në Vatikan në vitin 2018. Me atin e shenjtë është takuar 2 herë dhe përshtypja ka qenë e njëjtë. Gjithmonë ideja është kur takoj njerëz të tillë, pra ka një lloj madhështie që i vetë pozicioni dhe posti dhe detyra që kanë dhe të krijojë një lloj distance zyrtare ku ti mund të stepesh gjatë këtij takimit, por jo, ishte një takim shumë i përzemërt, shumë i thjeshtë, shumë modest, me një buzëqeshje karakteristike. Thjeshtësia e Papa Franceskut i ka mbetur në kujtesë, ndërsa buzëqeshja dhe në fotografi. Edhe kur e takoi në 2018 në vendin e tij si sekretar i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar dhe 4 vjet më herët kur Papa vizitoi vendin tonë, ai ishte drejtori i kulturës dhe dialogut ndërfetar në komunitetin musliman të Shqipërisë. Kur na prezantuan secilin se kush jemi, me emër dhe çfarë pozicioni kishim, unë atëherë isha drejtori i kulturës dhe dialogut ndërfetar në komunitetin musliman të Shqipërisë, dhe ai buzëqeshej më një herë sa dëgjoi fjalën dialogu ndërfetar, më përgëzoi për detyrën dhe për punën e dialogut ndërfetar. Francesku do ta mbaj mend si papun që la gjurmë në dialogun mes feve. Ishte në lidhjet e parë botërore që foli edhe për padrejtësitë në botë, foli për luftrat, foli për konfliktet. Dhe këto thanë nuk janë luftet, janë mizori. Nuk i përkiste pra vetëm botës katolike, por një personalitet i cili la gjurmë në çështjet e dialogut ndërfetar. Ishte papa i parë që nënshkroi një marrëveshje me muslimanët, që quhet dokumenti Abu Dhabit, i cili u nënshkrua në Emiratet e Bashkuara Arabe, në vëllazëria në humanizëm, vëllazëria në njerëzoren, për të parë pikat që na bashkojnë, sepse janë shumë pika që na bashkojnë, më shumë pika që na bashkojnë se sa na ndajnë. Feja në Shqipëri nuk krijon dasi, ndërsa bashkëtesa nuk kalon pa vlerësime. Presidenti i Këshillit Ndërfetar të Evropës sjell në vëmendje vizitën e 2 papëve në 2 dekada, Francesku në Gjon Palin e dytë, të cilin e përshëndeti në Shkodër kur ishte gjimnazist. Unë kam qenë 16 vjeç, kam qenë në gjimnaz. Thuaj se kishte dalë gjithë qyteti për të pritur në rrugët e qytetit të Shkodrës dhe prisnim me padurim kur po kalonte, kur do vinte ajo makina e tij karakteristike, që lëvizte gjatë këtyre udhëtimeve dhe përshëndeti popullin, e ishim në distancë shumë të shkurtër kur kaloi para nesh. Vizita e 2 papëve të ndryshëm në vendin tonë që tregon edhe vlerësimin që japin këtij vendi për shkak të kësaj historie të bashkëtesës dhe dialogut ndërfetar që ne na karakterizon prej shekujsh, nuk është diçka e re, pra është pjesë e identitetit tonë kombëtar, jo për fasadë, jo për vitrinë, po diçka krejtë natyrshme. Më shumë e vënë re pastaj të huajt se sa ne që jemi pjesë e kësaj historie. Se vendasit ishin bashkë, thot sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar, ndërsa kthehet pas në kohë, e kujton fëmijërinë në Shkodër, kur katolike e musliman organizuan bashkë meshën e parë dhe faljen e parë të xhumas pas ndalimit të feve. Ishte nëntori 90-s, kur regjimi vazhdonte me egërsinë e tij dhe ka marrë pjesë në ceremonitë e para katolike që u zhvilluan në Shkodër, po dhe xhamin e Plumit. Ishte në të njëjtën javë ku djemtë e ri shkodran, musliman dhe katolik, përgatiten së bashku këto 2 ceremoni, me 11 nëntor, meshën e parë katolike dhe me 16 nëntor, pra brenda javëve të dirën dhe të premtet të xhuman, faljen e parë të xhumas me 16 nëntor të 90-s. Ishin ceremoni të improvizuara, sepse gjithë objektet e kultit ishin shkatruar. Kjo la gjurmë në identitetin tim personal, pra për sa i përket lidhjes me besimin fetar. Tashmë jo vetëm si besimtar, por dhe si president i Këshillave Ndërfetar të Evropës, thot se harmonia mes shqiptarëve vlerësuar dhe nga Papa Francesku duhet të promovohet e jo vetëm të trashëgohet në familje, si urat për të afruar e jo muret për të ndarë. Dialogu ndërfetar, ndërkulturor është ndoshta mënyra më e mirë për t'i afruar njerëzit dhe për t'i thënë atyre që gjithë janë banorë të kësaj toke dhe asnjëri nuk është më i mirë se tjetri pavarësisht origjinës së tij. Të gjithë janë të barabartë para Zotit dhe ajo që i dallon njerëzit nga njëri tjetri është devotshmëria pastaj ndaj Zotit në planin shpirtëror.